Jam një besimtare që falë namaz, jam e ndere, por para 4 vite më ka vdekur nëna. Më kanë thënë se mbas çdo fundi të namazit përveç lutjeve që i bëj, është mirë që të them surën El-Ikhlas apo tek ne një orë se kullu vallah, 7 herë. Për shpirt të nënës time, ju lutem të mos sharroni këtë sa është e dobishme dhe preferuar ke për nënën time që ka vdekur, sepse kam lexuar se një të vdekur i mbyllet tefteri kur shënon të mirat, sevapet dhe gjënat gjatë jetës përveç lutjes së evladit për prindërin. Allah i shpërbleft. Jo, nuk është vërtet që përpas evladit për prindin, por ka edhe të mira tjera të cilat i shkojnë njeriu të vdekur, i shkon istikfari i muslimanëve, kur bin musliman të istikfar për te, këtë musliman bin istikfar për shembull, ne themi Allah pas mëshiron nanën tane, akrabaja të afërt musliman pranohet për te. Pastaj nëse kalon ndonjë sadaka, ka ndonjë lëmosh, kalon për mas, kalon hajrat, kalon dije e tjerë, i shkojnë, por një për rrugë që është më rëndësi për ty këtë për momentin, është që fëmijë e vladi e hajrit, sikur të inshallah taala, me lut për prindin tan, me lut për te, jo me lexu Kur'an, me thon kul vallahu 10 herë pas më herë, por me lut për prindin tan e motër, me lut për prindin tan. Ne de facto për çdo namaz lutemi për prindërit e tan. Kur themi Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab, o Zot falë mua dhe prindët e mi dhe të gjithë muslimanët ditën që do të bëhet Kiameti. Ti lutesh për të çdo namaz, edhe pas namazit të qëndur të lutesh, për edhe në sejdë namazën nafile, lutë Allahun azza wa jall. Me ta mëshiron nanën tane, mja bo varë nanës tane bashkë, për i bashkëve të gjenetit, kafsh për koshtëve të gjenetit, mja ndryqu varë, mja letësu jetën vërreza, mja falë mkatët, për dhe ne më në taku neve bashkë me ta, mja përshu shpirtin asaj atje, dhe kështë më radhë Allah i madhruar me mëshiron.